Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro mori pjesë në finalen e maratonës së sigurisë kibernetike organizuar nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, ku finalistët ishin kryesisht nxënës dhe student. Në fjalën e saj, Kumbaro tha se në hapësirën e pakufishme digjitale, që është më e pambrojtura, më e brishta, por edhe më e lakmuara nga autorët e rrezikut kibernetik, ata janë fëmijët. Që prej shtatorit, Ministria ka nxjerrë një udhëzim të ri, ndërkohë që prej vitesh kemi futur lëndën e ashtu quajtur të tikut, teknologji, informacion dhe komunikim, por paralel me të Ministria e Arsimit në këtë shtator ka nxjerrë një udhëzim për ndalimin e përdorimit të telefonave gjatë mësimit. Jo thjesht përdorimit, por as mbajtjen e telefonit në klasë, në xhep, në çantë. Një tjetër program që po ndërtojmë nëpër shkolla është, ju do thoni, po këtu jemi për sigurinë kibernetike. E pra, për atë, por unë dua t'ju flas për një anë tjetër të medaljes. Po fusim gjithmonë më shumë në shkolla, sidomos në atë që quhet arsimi bazë, nëntëvjeçaret, i aktiviteteve jashtëshkollore, të cilat synojnë t'i mbajnë fëmijët më gjatë në shkollë dhe sa të jetë e mundur të paktën ca kohë larg ekranit, nëse i okupojmë me të tjera aktivitete siç është programi ynë Art, Zeje dhe Sport. Çka na rezulton një përpjekje shumë e mirë, jo thjesht për t'i mbajtur disa orë fëmijët larg ekranit. Ministria Kumbaro vuri në duke se për të siguruar një mjedis të shëndetshëm ku fëmijët dhe të rinjt ta përdorin hapësirën digjitale për të ndërtuar një identitet të fortë, për të ndërtuar marrëdhënie të qëndrueshme dhe vetbesim, duhen patjetër investime. Lënda e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, pajisja deri në vitin 2028 me 1.000 shkollave me laborator inteligjent, do të shoqërohet dhe me një paket të plot dhe të diversifikuar trajnimesh për edukimin digjital për mësuesit, udhëzues për prindrit, ndërsa po përforcojmë qasjen STEM në mësimdhënie, që janë gjitha këto lëndët që në një mënyrë ose në tjetër lidhen me shkencat eksakte. Mund të them që në buxhetin e arsimit për vitin 2026 parashikohen vazhdimi i trajnimeve edhe për rreth 60% të mësuesve. Ka 2 vjet që bëhet në mënyrë shumë intensive, por do të vazhdoj, ku do të ketë trajnime specifike për mësuesit e tikut përmes një fondi të dedikuar buxhetor. Ndërkohë që sapo ka filluar puna për kurikulën e re të tikut, që përmban një tematik të posaçme të titulluar Siguria të punuarit në kompjuter. Drejtuesi i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Iglita fa u shpreh se finalizimi i kësaj maratone ka pasur një bashkëpunim të gjerë dhe shtrirje ndër institucionale. Ne mbyllim një udhtim e cila është unike në botë, që ka të bëjë me maratonën kombëtare të sigurisë kibernetike. Më lejoni ta sqaroj pse kjo maraton është unike. E para, organizohet nga një institucion shtetëror, siç është Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, në bashkëpunim edhe me 2-3 institucione të tjera të cilët kanë qenë pjesë e këtij udhëtimi. E dyta, gjerësia e saj. Ajo përfshin të gjithë universitetet e vendit, një konkurim për fushën e sigurisë kibernetike të studentëve nga të gjithë universitetet, plus një universitet në Kosovë, plus edhe disa shkolla profesionale. Në arsimin e lartë janë 8.276 studentë që kanë zgjedhur degët e teknologjisë së informacionit në vitin akademik 2024-2025, ndërkohë që në vitin 2024 vetëm në programin Siguria Kibernetike janë diplomuar 51 studentë.